Ky ushqim që kam në dorë kushton më pak se $1 dhe ka një shije që shumica nga ne nuk do ta imagjinonte kurrë, por është e vetmja gjë që miliona njerëz detyrojnë të hanë çdo ditë. Në videon e sotme unë do të provoj disa nga snacksat e Luxit që të burgosurit I këmbejnë sikur të ishin flori. Gjetur disa receta online që si t'i gatuajmë këto snacks, duke filluar nga një snack normal, një pije dhe gjithashtu një ëmbëlsirë. Pa kaluar aty mos harroni të bëni like, subscribe dhe mos harroni të bëni follow në rrjetet e mia sociale dhe të futemi në burg dhe të provojmë snackun e parë. Por si fillim më duhet të futem në burg. Kam një ide se çfarë do bëj. Të mora çantën, do marrë gjithë policinë Ska që pa, nuk ka problem. Kemi plot. Jo. Opa. Iku dhe kapelja jo, që nuk e ma kapelja tash. Bata kam falur. Kemi shëndetin të kemi, po s'ka problem fare. Po qa ti them unë këti o? Unë nuk shikoj Big Brother. Nuk shikon Big Brother kë. Dhe si për çudi u arestova, kështu që ushqimi I parë që do të provojmë është ky. Ushqimi parë që pam ishte vërtet shumë I çuditshëm, patatina, noodles, Cola, biskota. edhe shumë gjëra të tjera, nëse mund t'i bësh. Unë kam marrë patatina healthy, që nuk e di pse I mora healthy për këtë video, vetëm kjo video nuk është healthy. E mora këto noodles. E dini çfarë kohë është tash? Shka për smash. Okej. Pra, thjesht e di që duket çuditshëm. Mos komentoni pse bukën poshtë të filloni të çani, okay? Se kështu përgatitet. Mos më kapi, vajlë se do ta komentoj. Dua të hap një ta provoj, po thonë të tjerë çfarë po bën ky. Gigi, jepi forca Gigi. E fundi. Ta po bërëm smash 2 snacksave. Tani do të hapim këto, edhe letra nuk e kanë qes plastike, kanë. Shikoj si janë. Duken si kokoshka, ta provojmë një. S'ka rëshqie fare patatina. Kam marrë patatinat më të këqija për të bërë këtë snack, po janë healthy, edhe thjesht fusin kokoshka aty edhe I quajnë patatina. Kemi noodles që janë komplet të pista nga sheshi. Okej, pas kemi noodles seasoning, do marrim patatina, edhe noodles, patatina, ka t'jedhim salsën. Wow. Tashi, qa do bëjmë thjesht do t'i trazojmë qik. Edhe tani do e mbushim tiganin plot me ujë, nuk jam më që po e mbaj këtu ujin sepse unë jam super fuqishëm, po gjithsesi ja mbushim këtu plot me ujë dhe në brana 3 minuta. Me që jemi duke pritur se sa të ngrohet pak ujë 2-3 minuta kështu, dhe të bëjmë snackun tjetër. Nëse mund ta quajmë snack, se është më shumë pije, slashi, qofse e keni parasysh. Këto pijet që janë kështu në formë llaçi, mund ta quajmë. Shajtë ta bëjmë direkt e pa ngrohur mirë ujë. Ingredientet për këtë slashi janë shumë të thjeshta, një kola, një god ose qese, Haribo, unë I mora me këtë Haribo mix, po edhe pak akull, po e di çfarë është e keqja? Që nuk kam akull. Në vend të akullit është që do t'i çoj brenda në ngrirje. Nëse e keni lënë ndonjëherë kolën në ngrirje ose pijen me gaz në ngrirje, e keni vënë së mbas disa orësh ose minutash, është bërë fix si slashi, si kështu. Pse ka marrë kola zero këtë, po nuk ka problem. E hedhim këtu. Okej, besoj se është shumë. Okej, është shumë, do të jetë shumë. Por kur se do t'i hedh shumë, kaq do ta lë, do t'i hedh 2-3 Haribo, 1-2, po. Do t'i hedh 3 fikse. Dhe çfarë do bëjmë tash? Duket fiksi kafe e zez, kafe ujë. Ne çfarë do bëjmë? Do lëm këtu. Dhe do ta lë për 10 minuta, diçka e tillë. Nëse se 10 minuta është kohë mjaftueshme për atë që të ngri dhe të bëhet slashi. Miza. Tani besoj duhet ta fik apo jo? Okej, tani do mbajmë këtë. Shumë e nxehtë. Po do digjem. E bra rëmuj farë. Për një sekond mendova se do na shkrimte edhe qeska, se ishte ka material vërtet shumë të keq. Duhet ta palosim në dysh tashi. Çdo 1 minutë duhet ta kthej dhe ta godas. Dhe për snackun e fundit janë Squid Game cookies. E di që nuk quhen
shumë prisoner food ose ushqime burgu, budalliqe, po burgosur quhen edhe ata dhe shumica e ushqimeve të burgosurve që unë pash në internet është pak a shumë njësoj si patatinat me noodles ose noodles me salcë edhe ujë, kështu që vendosa të bëj këtë. I vetmi ingredient që na duhet për këtë është thjesht sheqer. Jam biskota me sheqer. Okej, tani vetëm duhet të jep pak sheqer këtu. Faktikisht nuk kam sot buke, që është një nga ingredientet që duhet. Tash i fillojmë mirë të rrazojmë sheqerin këtu për të marrë formë të bukur sheqeri, se pjata do kushtoj shumë lek. Dhe këtu filloj të merrte ngjyrën kafe, që s'e di pse mori ngjyrën kafe, dhe kur e pash që po ngjitej, e rrotullova njëra ande, njëra këtej, e pash për pak e dogja dhe e fika fare më mirë, dhe bum, do edhe pjata, shi. Si duket, fiksi ato pjata 10.000 euro, po unë do t'a shes për 8.000, kush do të vi t'a blej, kontakt djem edhe ja dërgoj me post. Kjo fundit? Mos nuk është bërë akoma, okej. Kjo besoj do lihet për disa orë këtu dhe provojmë mirë ato dhe kjo do mbetet surprizë për në fund. Okej, ushqimet janë gati dhe është koha për t'i testuar. Okej, e hapëm këtë para se të xhironim dhe ka dalë qull. Është vërtet shumë e shpifur. Duket fiksi në i mulqi lope. Ka një ndjensi shumë shpifur. Nuk duket aq e shishme. Po, çfarë do bëjmë, do ta provojmë. Kështu që e provojmë. Nuk kemi çfarë të humbim përveç jetën tonë, po s'ka problem. Okej. Ura. Prit. Çuva e mirë. What the fuck? Nuk e prisja. Është si noodles, normal se ka noodles brenda, po është noodles me shije dhe patatina jep një si tip flavor më shumë. Normale, unë i kam marrë healthy patatina, se nuk e dija. Herë parë që merja healthy, tash ti provoja njerëzit mund dilnin më mirë, por jo. Qofse doni ta provoni fikse këtë, mund të merrni Takis hot ose patos nga ato që janë pikante, diçka e tillë. Dhe aty do dalin vërtet shumë të shijshme. Por nëse doni ta bëni fikse fare, merrni noodles që janë spicy, merrni dhe patatina që janë spicy dhe aty do dali super e mirë. Është okay. Me thënë patatina që mora nuk janë fare të shijshme, kanë shije patatinash. Do ta mbaj njërë në dorë. Po nuk është shumë u bë copa. Është ka për snackun e dytë që është Squid Game candy ose si e thonë sheqeri i shkrir. Është gur. Më futos. E kemi bërë sot një rrëmuj totale, po s'kemi çfarë t'i bëjmë. Këto lloj gatime është kështu kërkojnë rrëmuj. Okej. Sa fort që është, se a kej den. Ku hahet kjo? Që kur të thët luga dhe kjo të mbetet akoma këtu. Lit realisht kaq mund të heq nga ajo. Më thye dhëmbi. Ka dalë pak i djegur, nuk ka shihet mirë fare. Ndoshta ishte sot e bukur si jepte pak shije dhe fryrë. Ose ndoshta këtë shije kam, nuk e kam idem. Ju që e keni provuar më thoni koment, është pak e hidhur. Nuk. Imagjino t'ja fus me grushtun kësaj, ngele me një dorë pastaj. Oh, shit. Do thyet pjata për zotin. Është gjitur të pjata. Qofse doni në një armë të rrezikshme, keni një armik, në një op që doni ta vrisni pa direkt, bëni këtë sheqerin këtu, mos e hidhni në pjatë, bëni në qeska, ai do ngri, dhe thjesht qeska kokës, nuk është as gur, pastaj me çau, bravo me sheqer të shkrirë. Si do heqim a pjata, inshallah e heqim. Tani do presim sa të ngri kola me Haribot që mos e snajep në një atak në zemër dhe kaq. Njëherë snaku i parë me snakun i dytë. Ky është super qull. Edhe ky është gur fare. Kapim shumë rëndësi kësaj. Shpije e ngrirë me Haribo. Është bërë si squishy.
Është Coca-Cola e ëmbël. Unë e mora Coca-Cola zero. Thjesht i kam shtuar sheqer, literalisht i kam shtuar sheqer. Është Coca-Cola e ëmbël. Ka dalë e shishme, Ka dalë e pishme. Nice. Coca-Cola zero me Haribo. Tu duke marrë këto Haribot nga gota s'pe kapja dot, po vari lesht. Shpresoj të ketë pëlqyer kjo video, mos harroni bëni like, subscribe, comment edhe shihemi në video tjetër.